Trump për të arritur qëllimet apo ambicjet që shtroi sonte Roma në DC? Mendoj se padyshim ishte elementi më kryesor i kryeministrit të Shqipërisë, i zotit Rama, pavarësisht se në fillim e nisi me arsyeën që ishin mbledhur, por në paqes deri ndërtimin e gazës dhe kontributin specifik që Shqipëria ka marrë përsipër brenda konjunkturës folit të paqes, elementi më kryesor dhe më thelbësor mendoj për interesat tona kombëtare ishte pikërisht ndalimi tek situata abnormale që ka tashmë përballet tashmë Kosova dhe ish liderët e UÇK-s në Hag dhe një proces gjyqësor i cili ka qenë sa paradoksal për perspektivën tonë, aq edhe i dëmshëm për vetë luftën çlirimtare të Kosovës. Mendoj se zoti Rama bëri shumë mirë që e ngriti si çështje dhe në spektrin më të gjerë i shërben pikërisht përpjekjes për ta mbajtur në kalenda, për ta mbajtur në vëmendje një proces i cili ka qenë jo normal, për nga mënyra se si ishte ndërtuar, për nga vetë mandati i tejkaluar i prokurorisë i gjykatës speciale dhe i prokurorisë speciale dhe nga përpjekja që është bërë tashmë nëpërmjet edhe përfundimit të procesit i cili po afrohet, për të rritur kërkesën maksimale të dënimit të aktorëve në fjalë në mënyrë të parë më përpara në një shkallë të tillë, aq më shumë kur bëhet fjalë për një vend i cili dhe një popull i cili ishte në luftë për lirinë e tij. Mendoj se kryeministri Rama ka zgjedhur me kujdes dhe me vëmendje pikërisht në moment për ta ngritur çështjen, për vetë vëmendjen që do të merrte jo vetëm në shkallë liderësh, por edhe vëmendjen ndërkombëtare. Dhe besoj se është një arsye shumë e mirë për të shfrytzuar këtë moment për të mbajtur presionin ndaj të gjithë atyre faktorëve dhe aktorëve të cilët kërkojnë të shfrytëzojnë këtë proces gati diabolik në dëm të Kosovës dhe në dëm të luftës çlirimtare të popullit Kosovës. Vërtet për te presionit që mund të ketë për të kërkim më shumë përgjegjësi nga gjykata, çfarë realisht mund të pritet të materializohet nga kjo kërkesë? Çfarë mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara, sepse zoti Rama ja përmendi që SBA është një nga financuesit kryesor të kësaj gjykate, pra dhe i tregoj se janë në disa vende tjera demokratike cilat e kanë sponsorizuar me një fjalë gjykatën speciale. Duke njohur pozicionin edhe kritikat e ashpra për plasjet e Trumpit me Jack Smith si një nga ish prokurorët kryesor pra të gjykatës, si e shihni ju? Çfarë realisht mund të bëj? Apo mund edhe të shkoj kjo vetëm si një, le të themi, përpjekje e kohët e Ramës pa ndonjë rezultat, duke qenë që për pak muaj ne edhe mund të kemi verdiktin e gjykatës? Mendoj se për të ndërhyrë në çështjen, në vendimarrjen specifike nuk është e mundur, por ajo çfarë bën zoti Rama dhe ajo çfarë mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara është pikërisht theksimi i faktit që kjo çështje është në vëmendje të opinionit publik, nuk është një çështje e harruar, nuk është një çështje e mbetur pezu në kalenda dhe ku vendimet mund të jenë paq absurde sa pretendimet që ka ngritur prokuroria në mungesë provash dhe sikur se thash në mungesë dhe në tejkalim të mandatit dhe elementeve bazë mbi të cilat u themelua gjykata speciale. Shtetet e Bashkuara janë, sikur se thatë dhe ju, një nga vendet themeluese të saj, një nga pushtetit kryesor dhe financiar të gjykatës dhe padyshim që për taksa paguesit amerikan, por dhe për administratën aktuale amerikane, çdo lloj resursi i çuar dëm në një entitet ndërkombëtar, sikurse është gjykata në fjalë, është shikohet me vëmendje dhe pse jo krijon dhe një lloj përpjekje për të parë se çfarë ka shkuar dëm me të dhe si janë keq përdoruar fondet. Dhe në rastin e gjykatës speciale padyshim që ka pasur keq përdorim të këtyre fondeve. Besoj se kjo ka qenë përpjekja e zotit Rama, një përpjekje politike më shumë se ligjore, për ta mbajtur në vëmendje situatën e gjykatës speciale dhe të verdiktit të pritshëm në Hag dhe duke bërë të qartë që për të gjithë ata aktorë dhe faktorë që janë vendimarrës në proces ka skrupulozitet në raport me vendimin që do të jetë dhe me çdo lloj përpjekje për ta shfrytzuar këtë proces përtej konjunkturës ligjore dhe për ta shndërruar atë në një proces të mirëfillt politik ndaj luftës çlirimtare të Kosovës. Mirë, sa i përket reagimeve tjera, ne po ashtu që presidenti Trump ndër tjera është duke vlerësuar atë që kishte arritur paqen mes Kosovës dhe Serbisë, që kishte parandaluar luftën mes Kosovës dhe Serbisë, siç kishte thënë në shumë raste të tjera, edhe sot ndër të tjera është tha që
dhe po ja kaloni mirë. E kur nuk ja kaloni mirë, më thirrni se ne do ta zgjidhim. Po e citoj, pra drejt për drejt, ky ishte citati drejt për drejt. Kjo ishte drejtuar presidentës Osmani, natyrisht edhe tash kur flasim me ju, zoti Qipa, nuk e dim saktësisht se për çfarë ka fjalën zoti Trump, por në anën tjetër kjo u interpretua nga vetë presidentja e Kosovës më vonë që Trumpi ka ofruar garanci Kosovës në raport me Serbinë. A e shini edhe ju kështu? Apo e shini më shumë si një përdorim të brendshëm, përpojen të brendshëm të Donald Trump, në atë që ai i quan zgjidhje të shumë konflikteve që i ka bërë prej se është në pushtet më shumë se një vit tashmë? Mendoj se garancitë e Shtetit Bashkuara për Kosovën kanë qenë aty që në krye të herës, nuk mendoj se duhet konfirmimi ose duhet parë konfirmimi tek frazat e sotme të zotit Trump. Ajo çfarë është e rëndësishme sigurisht është fakti që presidenti amerikan e ka në vëmendje dhe ka parasysh konfliktin në fjalë, pavarësisht se ka konflikte shumë të mëdha aktualisht, duke nisur nga përmbyllja e konfliktit në Gaza, që ishte edhe shkaku që i mblodhi liderët sot në Washington, por kemi konfliktin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, kemi një konflikt problematik në lidhjet mesme me Iranin dhe situatat konfliktuale në botë nuk janë të pakta. Përkundrazi, jemi një sistem ndërkombëtar i cili është mjaft i presionuar nga përpjekjet konfliktuale ndërmjet vendeve për arsye të ndryshme dhe për krijuar vatra të reja. Fakti që kemi presidentin e Shtetit Bashkuar i cili e ka të qartë konfliktin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe e mban në vëmendje atë, e ngre edhe si çështje diskutimi qoftë edhe në mënyrë gati informale për gjatë takimit të tij, mendoj se është pozitiv dhe duhet pa me vëmendje pikërisht edhe nga ata aktorë të cilët mund përpiqen të krijojnë destabilitet, të cilët mund përpiqen ta rindezin si konflikt, sikurse kemi parë jo pak herë në historinë e dekadës së fundit, më rishtazi me situatën e krijuar në Banjsk. Besoj se është diçka pozitive dhe tregon që nuk do të ketë çedim në raport me një nga elementet kryesore destabilizuese që mund të jetë në rajon, sikurse është situata në Kosovë dhe Serbisë. Për zgjidhjen e konfliktit padyshim që nevojitet një qartësim e madhe në atë se si mund të jetë një proces i ri dialogimi ndërmjet palëve, kur procesi i Brukselit ka dështuar de facto dhe nuk ka sjell më së paku në gati prej 2 vitesh nuk ka sjell asnjë eci përpara, por përkundrazi ka mbetur thjesht si retorik e liderëve, sa në Kosovë dhe në Serbi, aq edhe në Bruksel, dhe efektivisht ka ngelur pezu tashmë si proces. Besoj se Shtetet Bashkuara kanë kapacitetin dhe kanë edhe interesin për ta reaktivizuar dhe mundësinë ndoshta të vetme për ta zgjidhur atë si pakush, por aty nevojitet sigurisht dhe një konjunkturë tjetër ndërkombëtare dhe një edhe reaktivizim i politikave lobuese, veçanërisht të Kosovës dhe të shqiptarëve. Mirë, në ditën kur u mbajt takimi inaugurues i Bordit Paqes, po ashtu në Politico, një prestigjioze, po ashtu pat një lajm që SBA është duke kërkuar riorganizim të NATO-s dhe zvoglim të trupave amerikane në Kosovë, duke përfshirë kështu. Si t'japim kuptim kësaj kërkese në ditën kur SBA jep po ashtu garanci të tjera presidentës Osmani në SBA?